Largo prende, largo do të këndege penale, largo. Përshëndetje, jeta është qef. Sot rreth orës 2 jam i goditur nga Alfons Gjoka me shufer hekuri edhe me gur. Disponoj dhe faktet edhe shejet në trup. Nuk është hera parë që po goditet dhe kërcenom nga Alfons Gjoka. Kërkon të më garbisi pronën dhe shtëpinë me dokumentat të falsifikuara. Rajoni Komisariati i Vorës nuk merr asnjë lloj mase. O bo disa ta herë që goditëm, kërcenohem me shufra hekri, me gur, me darrasa, me hekura, çfarë i vje për marë, duhet më garbisin pronën. Unë po sulmom nga Komisariati i Vorës vetëm për arsyen sepse ju kam dërguar juve video dhe mos të ishet ju, unë do isha burgosët e 6 muaj dhe para 2 vjetëve më kam burgosur pa bërë krimin më të vogël Komisariati i Vorës. Vëllai Alfons Gjoka ka prekrajin e rajonit Vorës, Komisariatit Vorës. Jo lutem merrni masa. Tani me këtë moment sa kam dalë nga Komisariati i Vorës, me kanë kërcënuar oficeri i policisë gjyqësore, Naim Kadiu. Me ka thonë ti vjen këtu bën dëshmi të rreme, kur aty janë faktet të gjitha, të filmume dhe me foto. Jo lutem merrni masa. Mos të jetë jeta është qef. Qytetarët e Shqipërisë, populli i Shqipërisë ka pas mbështetjen e juaj dhe ju keni mbështetjen e popullit. Kjo është rajoni Komisariati i Vorës. Ju lutem merrni masa. Largo nga prona. Largo nga shtëpia. Hajde le kërcënimet. Le punëtor dhe hat, hajde largo. Largo do bëhet mediatike. Hajde. Do hysh në burg për falsifikim dokumentesh me grabit pronën time. Me grabit pronën time do shkosh në burg. Leu sallaret punëtorët qetë, nuk e grabit pronën time ti me letra falso. Largo. E ke denoncimin, largo. Largo, si je dënuar për prostitucion. Je dënuar për drogë dhe për prostitucion. Je dënuar. Do shkosh në burg ti për dokumenta pronës falsifikume. Largo, le punëtor qetë. Largo nga prona. Largo nga shtëpia. Largo. Hajde.